Nxënësi më i mirë, duke filluar nga klasa parë fillore deri në vitin e 4 gjimnaz ka qenë zoti Ramosh Haradinaj. Dauti ka qenë i shumë mirë, kështu. Mësime, Enveri ka qenë i shembullor në çdo aspekt. Baci Bajram shumë luftar e herojt Deçanit, Dugaxhinit kanë qenë edhe në zonës tuaj. A mundesh më të tregu pak a shumë për mësimet që ke pas me ta edhe mënyrën që çysh e kanë zhvilluar mësimin gjatë kohës më të vështirë që ka pas kumbi unë. Në gjimnazin Sami Froshi të Rezorit, gjenerata 10 vjeçare që është edukuar dhe arsimuar në këtë qendër, ka qenë gjeneratë e artë. Përpos mësimit që kanë qenë shembullor, e kanë qenë sjellshëm, ndërgjegjshëm dhe shumë të disiplinuar. Edhe prej tyre kanë dalë edhe general, kanë dalë edhe mjek, edhe inxhinier, edhe jurista, kanë dalë kuadra të ndryshme për nevojat e plotësimit të kombit tonë. Kështu që nxënës të këtij gjimnazi kanë qenë të fillu prej komandantit legjendar të ushtrisë të Kosovës, zotit Ramosh Haradinaj, ka qenë Daud Haradinaj, Luan Haradinaj, kanë qenë Enver Haradinaj, kanë qenë të gjithë nxënësat e këtij gjimnazi, se ne pas para se me 1995 ne kemi pavarësuar këtë gjimnaz. E kemi nda prej Deçanit. Por Ramoshi ka qenë gjenerat më e hershme, ka kryer gjimnazin në 2 vjet këtu e 2 vjet në Deçan. Vërtet 2 vjet, 3 vjet në Deçan, pastaj ka ik prej okupatorit serboslav, ka shkuar në Gjakovë. Ka kryer vitin e 4 në Gjakovë. Kush ka qenë nxënës më i mirë ose që ka pas nxënësat mirë kanë qenë të gjithë, po nxënësi më i mirë duke filluar nga klasa parë fillore deri në vitin e 4 gjimnaz ka qenë zoti Ramosh Haradinaj. Me të gjitha pesë, duke filluar prej klasës parë fillore, se kem pa auditorin e fillores, po edhe e kom përcjellë auditorin e shkollës mesme, gjimnazit Vëllezrit Frashëri, që nxënësi më i mirë ka qenë Ramosh Haradinaj. Dhe pastaj Dauti ka qenë shumë mirë, kështu, mësime, edhe sjellje, Enveri ka qenë i shembullor në çdo aspekt. Luani 2 vjet ka kryer këtu, pastaj ka shkuar për Tiranë, për atë drejtimin e vet që ka pas për qërimin e Ardheut, qërimin e trojeve tona. A kanë pas kohën atë kohë me mësu të marrë parasysh që gjithë si familje qoftë ta, po qoftë edhe luftarë tjerë kanë qenë të angazhuar, se kanë pas interes dika tjetër. Kur do njeriu me gjetë kohë, gjon kohë edhe me mësu, edhe me luftu, edhe me kryer detyrat kombëtare në përgjithësi. Kështu që ta kanë qenë gjithë nivelet më të lartë mundshëm në mësime, por edhe në çlirimin e Ardheut.